Në kuadër të 40 vjetorit të shkollës Ndre Mjeda, pas vizitës së një pjese të ekipit Vllaznia, nxënësit dhe stafi i kësaj shkolle pritën një tjetër kampion, Erkanq Qerimaj. Ish nxënës i Ndre Mjedës, Qerimaj është sot sportist me titull ndërkombëtar dhe përfaqësues dinjitoz i Shqipërisë në arenën botërore të peshqërritjes. Vizita e tij nuk ishte vetëm një rikthim në vendin ku nisi formimi i tij, por edhe një mesazh frymëzimi për gjeneratat e reja të nxënësve, duke treguar se përkushtimi dhe pasioni mund të çojnë deri në sukses në nivel global. Në këto bankat e kësaj shkolle kanë filluar sukseset e mia të para në arenën ndërkombëtare, ku në moshën e 14 vjeç jam shpall kampion Europe dhe sukseset e mia të para kanë filluar nga shkolla, pasi kur u evidentova si talent nga klubi Vllaznia. Klubi Vllaznia bëri një kërkesë që ishte orari i stërvitjes në orën 4 dhe për të arritur rezultate më japshin leje pak më herët që të shkosha në stërvitje për të përgatitur, pasi isha evidentuar si talent dhe normalisht ishte favori i shkollës që për të çuar flamurin shqiptar. Unë u doja të paraqisja në stërvitje pasi ishte orari i stërvitjes dhe aty filloi edhe suksesi për të arritur kampion Europe, kampion bote dhe tituj si Gjergj Kastrioti Skënderbeu, pastaj nga presidenti i Republikës dhe koloneli forcave të armatosur dhe gjitha këto tituj. Unë them që ju duhet të jeni krenar, gjithashtu unë për veti, pasi Ndre Mjeda ka nxjerrë sportistin që ka më shumë medalje nga viti 2002 deri sot në gjithë Shqipërinë. Veçantia e një sportisti nuk është të arrijë një herë ose 2 herë ose 3 herë, por të arrijë shumë herë me vendosmëri, me punë, rezultatet e përfaqësimit në arenën ndërkombëtare dhe mbi gjitha sportistit duhet të tregoj vlera njerëzore, se në radhë parë jemi njerëz dhe me sjellje me gjitha, që të jemi edhe motivim edhe për brezin e ri dhe për ato që kanë ambicie për të arritur lart dhe më lart. Jam shumë e gëzuar që keni ardhur këtu, jam si drejtore që më takan, krenare që keni nxjerrë këto lloj nxënësish në këto arritje dhe po vjen një moment që do të takojmë bashkë. Ky event i 40 vjetorit është një rast për të festuar arritjet e shkollës dhe për të nxitur talentin dhe ambicient e të rinjt.